Ne shpesh ballafaqohemi me raste kur nuk e dim a na lejon ligji apo na ndalon dhe cilat janë drejtat tona lidhur me atë rast. Për të biseduar për këtë çështje dhe çështje tjera praktike, të ftuar sot e kemi avokatin Petrit Lladruci. Petrit, faleminderit që pranove ftesën dhe je këtu me neve. Faleminderit juve. Po pyetjen e parë ta bëj lidhur me motivin, çka të shtyu më bë avokat? Realisht puna e drejtësisë më ka tërheq shumë situata që kanë rrjedhur gjatë historisë, ndoshta që na ka bërë edhe si popull pa drejtësi, po edhe si familje më kanë tërheq shumë që të ndjeki rrugën e drejtësisë, të shoh ku çalon drejtësia, edhe vendore edhe ndërkombëtare, lidhur me raste të caktuara. Puna e avokatit, a mendon që janë te profesionet e vështira në vendin tonë? Realisht është profesion i vështirë, është pak materie e thatë edhe gjatë studimeve derisa lëshohesh në praktik. Kur lëshohesh në praktik është një kombinim i asaj teorisë dhe praktikës, po është interesante në përgjithësi. Si student besoj e ke imagjinu që është mundet më duk profesioni i avokatit. Tash në praktik, ako diçka që të ka ndryshuar ose të ka befasu lidhur me rastet që ishe në teren? Është interesant te aspekti praktik, për shembull një jurist mund më bë gjyqtar, prokuror, avokat, po mund me punu edhe në administratë publike. Sido që të jetë avokati ka ndoshta rrugën apo trasimin e ka shumë atë gjerë se sa secili profesion tjetër, sepse nëse një gjyqtar për shembull është i caktuar të merret me civile apo penale, një prokuror merret vetëm me çështja penale, në këtë rast avokati mund e ka fushën e veprimit shumë atë gjerë. Është më interesant sepse nëse një fushë është më e mirë mund ta ndjek atë apo edhe në të tjetrën. Po sidoqë të jetë mund të bën një kombinim edhe fushës penale por edhe civile. Kështu që fushë veprimtaria e një avokati është shumë e gjerë, andaj edhe është më atraktive. Po. Si profesion është shpesh duhet me lu edhe psikologun me qetësu klientët se nuk vinë krejt në gjendjen e njëjtë. Sa është e vështirë që pjesë, edhe a ka ndonjë rast që ti lidhesh emocionalisht me rastin, edhe ndikon kjo edhe masi mbyllet ndoshta rasti. Secili rast në vetvete është interesant. Ndonjëherë vijnë raste edhe të padëgjuara, po duke i ndërlidhur me aspektin ligjor, atëherë vije deri te një shpjegim ndoshta teorik e që më vonë duhet dalë edhe në praktik. Tash a janë rastet emocionale, zakonisht vinë, edhe pse nuk mund me bë ndarjen e hull që është mes psikologëve, për shkak se dha tyre duhet ja treguar rastin, sepse për një shpjegim apo për një këshill për t'ia japur një klientit duhet ditur edhe nga ka rrjedhur çështja. Andaj edhe e tregojnë rastin, po ka shumë gjëra, për shembull klient që nuk ka nevojë mi tregu, për shembull e tregojnë nga fillimi deri në fund, e ti si avokat ende nuk e din ku është rasti, prej prej palën dhe mi thonë që apo të tregom prej rastit konkret ku mund të hinë në fushën penale apo civile. Ngaherë edhe kjo pjesa emocionale duhet trajtuar, po duhet trajtuar nga profesionistët. Na ndëgjojmë derisa të vijë deri te ajo pjesa që është ndërlidhet me domenin penal apo civil që është në fushën tonë. Po besoj që tash ke pas shumë klient, shumë përvoja ndryshme. Nëse ja vlen me veçu, a ke pas në rast që kon më i rond që të ka mbet në kujtesë kështu? Ka shumë raste të rana, edhe pse disa janë ndihshme që nuk lejohet as për publikun aty janë shumë interesante, por ka raste të rana që akuzohen njerëz për shembull për tentim vrasje, për vrasje, edhe në fund dalin pafajshëm. Këtu është një farë mrekullie e drejtësisë nëse ndodh kështu, nëse vërtet janë të pafajshëm. Edhe kjo është një mrekulli që gjatë procedurës penale ai person deli pafajshëm edhe gëzohet sepse i gëzohet asaj procedure që ka hjek, për shembull edhe në fund ka dalë i pafajshëm. Dihen proceset gjyqësore që mund të zgjasin, çdo person është i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tij. Andaj disa procese janë edhe të padrejta, po për shkak të sigurisë të përgjithshme apo publike ndërmerren edhe veprime penale ndaj ndonjë klienti që edhe është tërësisht i pafajshëm, por këtë duhet ta vërtetojë gjykata. Unë t'i këmbo do pyetje që janë paka shumë praktika që qytetarët përbollën shpesh me tu, edhe kam paqartësi rreth tyne. Për shembull, njëra prej tyne është se cilat janë drejtat e një qytetari kur ndalohet ose arrestohet prej policisë. Çfarë drejta gëzon ai në ato momente?
në ato momente gëzon të drejten e dhënies së arsyes apo marrjes së arsyes së ndalimit apo arrestimit. Gjithmonë duhet ditur se cila është arsyeja e ndalimit apo arrestimit të një personi. Gjithashtu ka drejt të angazhon avokat, ka drejt në shërbime mjekësore nëse nuk ndihet mirë, ka drejt nëse ndalohet apo arrestohet të njofton familjarët e tij. Do më thonë, këtu janë disa të drejta bazë, por gjithashtu edhe ka drejt që mos deklarohet lidhur me çështjen e tij përveç identitetit. Përveç këtyre të dhëna ka drejt të mos deklarohet deri të vijë avokati apo krejt gjatë gjithë procedurës penale ka drejt të mbrohet në heshtje. Po, në anën tjetër, përdorimi i forcës nga ana e policisë, sa është i lejueshëm, i tolerueshëm këtë raste? Ligji për policin, po dhe kodi i procedurës penale dhe kodi penale, apo çdo më thonë ligj tjetër që i jep të drejtë policisë për me përdor forcë, është në raport derisa të arrin policia apo zyrtari policor objektivat e vet, qëllimin e arrestimit, qëllimin e përdorimit forcës. Në momentin që arritjet këto objektiva, atëherë ma nuk do më thonë ndalohet përdorimi i forcës ndaj secilit qytetar. Po. Nëse gjatë arrestimit apo ndalimit a ka drejt policia me kontrollu telefonin e të arrestumit në këtë rast, pa ndonjë urdhër gjykatës? Jo, absolut. Për kontrollu telefonin do të me pas urdhër gjykatës edhe do të me pas urdhër specifik lidhur me kontrollimin e telefonit, lidhur me bisedën për shembull e një numri, por nuk kontrollohet i gjithë telefoni sepse aty kena biseda private me familjar, me do të thonë me shoqëri të ndryshme, kështu që ndalohet kontrollimi i telefonit sidomos për policisë ashtu kështu, por edhe me urdhër gjykatës duhet jetë urdhër specifik që mos kontrollohen të gjitha bisedat që janë, sepse aty ka privatësi. E drejta privatësisë është shumë e madhe nganjëherë se sa disa interesa që janë minore të drejtësisë. Po, e përmendet drejtën e privatësisë. Na si qytetar, nëse e shohim se dikush do bëna shkelje, a kem drejt me e incizu çat bisedë, do të thonë me këtë zonin, voice-in me rekordu në telefon? Në rast të caktuara, bisedat apo incizimet që bëhen duhet të bëhen me qëllim të lajmërimit të veprës penale. Nuk duhet të bëhen bisedat apo të incizimet e biseda video apo të tjera nuk duhet bëhen për qëllime shantazhimi. Momentin që ti menon që do të ndodhë një vepër penale edhe ti e lëshon me incizu, apo është duke ndodhë një vepër penale dhe e lëshon me incizu. Ato incizime duhet jo dërgohen për shembull policisë apo prokurorisë apo organeve gjejtëse, nëse është me polici inspektoriatit policor të Kosovës, kështu që por në asnjë formë nuk lejohet të ato incizime të përdoren për të shantazhuar dikë. Një pyetje që kanë gjallë debat, ka pas pajtime është se a lejohet policia me konfisku, do me thonë qytetarëve patent shoferin, në rast që ata i bojnë disa shkelje të caktuara në trafik. Çysh e sheh ligji këto? Ligji për rregullimin e trafikut rrugor do më thonë jep drejt zyrtarit policor që të jep mazë ndalimi secilit shofer apo vozitës, të cilët i shkel rregullat e komunikacionit në pikat të caktuara të cilat ligji i ka paraqur. Për shembull, hyrja në dritë kuqe nëse më fort kuq, përdorimi për dytën herë i telefonit, bamja e garave për shembull që ndodh te kalimin e vite plot, te kalimi i shpejtësisë jashtë masës që është lejuar mbi 30 orë, se sa që është lejuar. Janë disa raste specifike që ligji e ka autorizuar zyrtarin policor që ti vendos mazën ndalimi këtyre shoferëve. Një çështje tjetër që është ngjashme me këto është përdorimi i xhamave të errët, që pat vendime së fundmi që ndryshun. A lejohet me ligj me i mbajt veturat me xhama të errët? Realisht Gjykata Supreme me vendimin që e ka nxjerr nuk është që e ka leju përdorimin e xhamave, por i ka shfuqizuar aty nenet që të cilën Ministria e Punëve të Brendshme e ka pas ndalu. E ligji nuk e ndalon decidivisht, po thot duhet rregulluar procedura për vendosjen e xhamave. Këta xhama zi apo folia të zeza duhet të vendosen në librezën e regjistrimit. Momentin që vendosen apo evidentohen në librezën e regjistrimit, atëherë janë të lehtëshëm. Por në momentin që nuk janë të vendosur në librezë
të qarkullimit të mjetit, atëherë janë të ndaluar edhe policia mund të dënon. Derisa edhe pas vendimit të Gjykatës Supreme, është Ministria e Punëve të Brendshme e ka obligim të nxjerrë udhëzimin administrativ lidhur me lejimin e tyre, vendosjen edhe përdorimin. Do më thonë, jemi në pritje të vendimit të nxjerrjes së udhëzimit administrativ nga Ministria e Punëve të Brendshme. Me kalimin e kohës, teknologjia u rrit, varësia ju ndaj telefonit të bëj më e madhe, ku shpesh gjatë vozitjes na nuk e përdorim telefonin, po thjesht e marrim në dorë. A mundna mu dënu për këtë veprim? Po. Është çdo lloj mbajtje e telefonit. Mundesh me mbajt telefonin me krah, mundesh me mbajt telefonin me dorë, mundesh me mbajt telefonin, po momentin që e mban telefonin, se ligji e sanksionon mbajtjen, jo prekjen, momentin që e mban, domethënë mundesh mu dënu për mbajtje telefonit që është gjoba është 100 euro dhe një pikë negative, në momentin që të nxinesh për dytën herë, aja do më thonë mbahet masa e ndalimit të drejtimit të mjetit edhe gjoba shqiptohet. Kështu që ti mundesh me vendos telefonin e mbajtësit të telefonit, edhe nëse të thirr dikush mundesh me hap, por në asnjë mënyrë nuk duhet me mbajt telefonin, qof me dorë, qof me krah. Mbajtja e telefonit sanksionohet, kështu që Pra se vendos dikun veturë dhe bisedon me dikon pa mbajt telefonin, nuk ka diçka të keqe që të dënon policia. Jo, absolut jo. Ligji e ka sanksionuar mbajtjen edhe mbajtjen në atë farformen që ty ta merr vëmendjen, edhe ti je më pak i vëmendshëm ose ta hub koncentrimin gjatë vozitjes, sepse lejohet me mbajt syza, lejohet me mbajt diçka tjetër në objekt tjetër, ujë, cigaren, por nuk lejohet domethënë të mbash telefonin për shkak se organet e rendit apo policia nuk e din ti a je të fol në telefon apo jo. Kështu që mbajtja sanksionohet. Po. Në grupe në rrjetet sociale shohim që shumë herë gjinia femërore ankohen se në momentin që shefi e ka kuptuar që është shtatzon, i ka largu prej punës. A lejohet ky veprim prej shefave në këtë rast? Punëdhënësi e kanë të ndaluar të largon nga puna punëtoren shtatzon apo lehon, apo që është në këto periudha që ligji e mbron, sepse në këto periudha ligji e mbron shtatzënën, por nuk mund ta mbron nëse aja ka një kontratë me afat të caktuar e asaj na s'ka dhënë kontrata. Atëherë edhe pse u shtatzon, aja i përfundon kontrata ligjërisht. Kështu që në këto raste nuk e mbron, por në rastin konkrete, nëse ka aja kontratë afat gjatë, edhe aja e ka kuptuar që u shtatzon edhe largon, kjo pjesë ndalohet. Edhe nëse punëdhënësi jep një arsye tjetër. Për shembull nuk e cek hiç punën e shtatzonisë, po jep një arsye për shembull që lidhet me punën. Në momentin që ka arsye të forta ligjore, atëherë largohet nga puna. Nëse ka arsye të forta, çka e ka keq përdor punën, e ka vjedh punëdhënësin apo i ka keq përdor asetet në mënyrë të vetëdijshme, atëherë mund të largohet nga puna edhe pse u shtatzon. Në anën tjetër, çfarë do të më kon veprimi i gruas shtatzonës që largohet nga puna në rast që nuk ka arsye të fortë qysh veç i ceke? Realisht nuk ka nështë raste kur, mas shumë të ka raste kur e marrin vesh që janë shtatzon edhe largojnë nga puna për shkak se ajo obligohet që gjatë pushimit leonis të paguan ata edhe pse s'punon, kështu që në këto raste ka shumë raste tilla edhe pse ka ndaluar me ligj. Momenti që kemi një rast të tillë, përveç që do të më bë ankesë në inspektoriatin e punës që është organi veçantë, po në asnjë mënyrë nuk dohet me i harru ose me kalu afatet që ai me bë brenda kompanisë me bë ankesë e pastaj duhet e ka 15 ditë kompania me nxjerr një vendim lidhur me çat ankesë, edhe mbrana 8 ditë tjera me njoftu palën, e në rast që nuk ka njoftim apo nuk ka përgjigje pozitive, atëherë mund të shkon me padi. Por në asnjë formë, çush ndodh në praktik, e presin vendimin e inspektoriatit punës, në asnjë formë nuk duhet me hub këtë afat. Kështu që duhet me ndjek qëtë afatin që ti duhet më anku të punëdhënësit, duhet me prit përgjigje, nëse s'ka përgjigje apo ka përgjigje negative, atëherë vazhdon me padi në gjykat, duke mos e pritur inspektoriatin e punës, sepse inspektoriati i punës e ka për detyrë që ti evidenton shkelje dhe të shqipto gjoba, por në asnjë formë nuk mundet as më të kthyn punë e as nuk mundet me ta kompenzu damin që të ka shkaktu punëdhënësi. Në raste të tjera, do të thonë me punëtorën tonë si ju veç te gross shtatzona, a ka drejt punëdhënësi me i largu punëtorët prej punës pa paralajmërim? Jo, në asnjë formë.
tash në asnjë formë. Gjatë kohës periudhës provuese që ligji jep deri në 6 muaj, në raste të caktuara deri në 1 vjet, është afati shkputjes është 7 ditë. Ndërsa në kontratat që kanë me afat të caktuar është 30 ditë, ndërsa me afat të pacaktuar është minimumi është 45 ditë deri në 2 vjet provoj punë dhe tani pastaj rritet. Esenca është që gjithmonë është një afat paralajmërues lidhur me shkputjen e marrëdhënies së punës. Gjithçka se do të më pas arsye, gjithçka do të më pas vendim, e ai vendim do të më pas edhe arsyeën e largimit lidhur me punëtorin. Shpesh nëse shkojnë në markete shohim që nuk janë çmimet e njëjta si në raft si te orka. Është vepër penale. Edhe pse ndoshta punëtorët aty arsyetojnë se kena harruar ose diçka të tillë. Të çdo mos përputhje çmimeve në mes në rafteve dhe të arka është kundërvajtje që inspektoriati i tregut edhe shqipton gjoba. Por nëse na vërtetojmë që kjo ka pas qëllim mashtrimi, dhe qëllimi i mashtrimit është vepër penale të veprat penale që është mashtrimi i blerësve. Momentin që vërtetojmë që pronari i biznesit apo tregtari ka pasur për qëllim mashtrimin e klientëve, atëherë kemi vepër penale. Në rastin e tjera të caktuara që kanë harruar me hik çmimet, i ka ik diçka apo nuk janë përputh për shkaqe teknike, atëherë inspektoriati i tregut i dënon. Është kundërvajtja dhe i dënon. Po kundërvajtja në raste të caktuara nuk e zbej procedurën apo pjesën penale. Për shkak se domeni penal hyn në momentin që ka qëllim mashtrimit. Në momentin që hetohet që ka qëllim mashtrimit, atëherë është vepër penale. Në rrjetet sociale na shohim që ka shumë komentues që shohin format më të ulta, shpifin, kërcënojnë, edhe këto e bojnë në emër të asaj lirisë shprehjes. Sipas ligjit, ku është ai kufiri dallues mes lirisë shprehjes edhe shkeljes penale? Liria e shprehjes cungohet apo cenohet në momentin që ja cenon dikujt të drejtat. E drejtat nuk e ki drejt dikon me fy, me shpif, me kërcënu. Momentin që cenohet drejtat e tjetrit, atëherë përfundon e drejta jote e lirisë së shprehjes. Nuk mundesh me fy për tjetrin, nuk mundesh me shpif për tjetrin, edhe nuk mundesh me kërcënu tjetrin me ja prek të drejtat elementare që ja ka siguru ligji. Domethënë të drejtat kanë dy anë. Në momentin që më prek drejtat nga drejtat e tjetrit që është duke vepruar, atëherë kem shkelje të drejta. Domethënë edhe shorja, nëse nuk ka kërcënim me shpifje, edhe shorja është shkelje drejtov, që mundet me u dënu. Absolut. Fyrja dhe shpifja dënohen me ligjin për fyrje dhe shpifje që duhet ndjekur me padi në procedurë civile. Ndërsa kërcënimi apo në gjuhën juridike që quhet kanosja, aja është vepër penale dhe mund të shkohet lajmërohet edhe në polici edhe në prokurori me kallëzim penal. Na jemi dëshmitar të asaj që po hapen shumë grupe në rrjete ndryshme sociale, Telegramet të tjera, ku shpërndan video dhe foto intime. A është vepër penale kjo? Edhe ata që e kanë pësu, çfarë hapa duhet me ndërmarr në këto raste? Po gjithsesi është vepër penale, shpërndarja materialeve ndoshta edhe incizimeve që ju kanë bërë dikush, po edhe pornografike atëherë është vepër penale. Po edhe incizime që prekin privatësinë e tjetrit, ndoshta një kohë s'ka pas privatësi me partnerin për shembull, që zakonisht ka raste në praktik, ke bën incizime të ndryshme dhe ato të shantazhon pas divorcit, të shantazhon thotë nëse nuk del me mua prap ose nëse nuk kthehesh, unë do t'i publikoj. Momentin që kemi në kësi raste, atëherë është vepër penale dhe mund të ndiqet me kallëzim penal edhe në polici po edhe në prokurori. Ngacmimi seksual na e dim krejt që është vepër penale, po nuk e dim çka saktësisht sipas ligjit konsiderohet ngacmim seksual. Për me shpjegu ma thjesht, në momentin që një sjellje e njerëz palë bëhet e papëlqyeshme, e padurueshme dhe pa dëshirueshme, palës tjetër kemi në aspekt apo në qëllime seksuale, atëherë kemi të bëjmë me ngacmim seksual. Momentin që kemi edhe verbale, jo verbale me sjellje esen. Momentin që kemi prekje, kalojmë të sulmi seksual.
Kjo është domethënë dallimin, momenti që të bëhet e padëshirueshme, një ngacmim për shembull po dukesh bukur i thot kolegu kolegës ose shefi punëtores po dukesh bukur, edhe kjo sjellje bëhet e bezdishme për punëtoren. Edhe momentin që bëhet e bezdishme dhe ti thu ndal dhe ai nuk ndalet, atëherë kemi ngacmim seksual. Po nëse kemi edhe prekje, atëherë kalojmë te sulmi seksual, i cili dënohet shumë më shumë se sa ngacmimi seksual. Kontakt fizik llogaritet sulm seksual. Momenti që ka prekje në aspektin seksual, kemi sulm seksual. Jo ngacmim. Po, pasi në këtë temë, shpesh edhe në parlament u diskutu për ligjin mes martesat mes gjinisë njëjtë. A lejohet me ligj martesa mes gjinisë njëjtë? Edhe nëse don, cili është mendimi juaj personal lidhur me këtë temë? Sa i përket martesave me gjinive të njëjta, kushtetuta ja ka atribu të drejtën ligjit me rregullues, ligjit familjes me rregullu këtë pjesë. Ligji i familjes decisivisht e thotë që dy persona me sekse të ndryshme mund të martohet, po edhe për fejesën, njëjtën e thotë. Kështu që pa kanë dy persona të gjinisë së kundër nuk mund të regjistrojnë martesë domethënë zyrtare. Andaj nuk në aspektin civil nuk është e lejuar regjistrimi i martesave. Sa i përket aspektit të mendimit tim, është çështje që ne avokat i trajtojmë apo i zbërthejmë apo interpretojmë ligjet që janë në fuqi. Përderisa është ky ligj, domethënë nuk lejohet martesat të regjistrohen të gjinive të njëjta. Kjo është aspekti edhe i mendimit tim. Prisha fejesës ako pasojë ligjore, edhe në rastet kur nuk janë domethënë dy polët dakordume. Njëna pol është që me vazhdu atë fejesë, ndërsa pola tjetër nuk është e pajtimit që me vazhdu fejesa. Fejesa është premtim reciprok i një çifti për të lidhur martesë në të ardhmen. Por ky premtim apo fejesa në vetvete nuk e obligon martesën, nuk i detyrueshëm me lidh martesë. Po në rast se gjatë fejesës apo prej fejesës së tutje deri në martesë, ti shkakton dëm tjetrit. Për shembull, ti mundesh me rezervu një pushim për shembull në shtete të ndryshme për shkak të martesës, mund me rezervu sallën e darshme, mund me bësh shpenzime për martesë. E në rastin konkret, nëse pala tjetër ka bën një dëm që ti nuk rikuperohet apo duhet munda, për shembull tradhtia bashkëshortore apo ka ushtru dhunë, atëherë ki të drejtë të kërkosh nga pala tjetër dëmshpërblimin lidhur me shpenzimet që tu kanë bërë lidhur me këto, për shembull ceremoninë e darsmes për përgatitjen e saj, rezervimin e pushimeve, blerjen, edhe çka kanë të drejtë bashkëshort kanë drejtë bashkëshort të fejuarit kanë të drejtë të kërkojnë kthimin e dhuratë njëri tjetrit nëse nuk vazhdon ajo deri te martesa. Në lidhje me në raport me prind, është e detyrueshme kujdesi ndaj prindve, edhe a sanksionohet me ligje kundërta. Për shembull, nëse nuk kujdesesh për prindrit ose edhe për gruan e fëmijët. Kujdesi për prind është përveç që është akt moral, domethënë ligji e obligon secilin antar të familjes të kujdeset njëri për tjetrin. Prindrit për fëmijët, fëmijët për prindrit, burri për gruan, gruaja për burrin, kështu që reciprok secili antar i familjes ka obligim ligjor të kujdeset nëse antari tjetër nuk mund të mbahet. Për shembull, nëse zakonisht për shembull në Kosovë prindrit rrinë me djalin e vogël, edhe djali i vogël, domethënë krejt i bartë edhe anën fizike të mbikëqyrjes tyre, po edhe anën financiare. Ndërsa prindrit, domethënë apo fëmijët e kanë obligim secilit të kujdesen në forma të ndryshme sa i përket këtyre prindërve. Po prindrit mundin padisi në gjykat, ata fëmijë të cilët nuk kujdesen për ta, duke kërkuar mbajtje financiare nga ta. Për shembull, nga i madhe nëse ka rrogën më të madhe, mund me kërku 200 euro, nga i vogël mund me kërku 100 euro apo edhe nga fëmijë të tjerë. Kështu që është me tordhnat. Absolut, se gjykata e vlerëson tardhnat, sepse asnjëherë edhe ligjërisht tani e kanë të obligueshme mos me mshef tardhnat e tyre, kështu që secili prind mund me kërku nga fëmijët e tyre
të kenë mbajtje financiare, edhe pse fizikisht mund me qëndru të i vogli, ndërsa të tjerët mund me kërku mbajtje financiare për aq sa e nevojitet, gjykata e vendos dhe për aq sa kanë mundësi. Ndoshta në ndonjëri prej fëmijëve nuk ka mundësi financiare për të ndihmuar, nëse i ndihmon jetë keq për familjet vet, atëherë gjykata nuk e obligon, por i obligon ata të tjerë të cilët kanë mundësi financiare për mbajtje financiare të prindërve. Domethënë kjo është kujdesi reciprok i tyre. E përmendë që edhe prindët janë të obliguar me u kujdes për fëmijët. A ka ndonjë moshë caktuar kur lirohen ata prej këtij obligimi? Po ligji thot deri në moshën 26 vjeçare, nëse ata janë duke u shkolluar dhe nuk kanë burimtar, ata janë të obliguar të kujdesen për fëmijët e tyre, për shkollimin, për domethënë për ushqimin edhe për kujdesin tjetër. Kështu që në momentin që ai fëmijë ka tarën, pse fëmijët mund apo të mitrit prej 15 vjeçare mund të themelojnë edhe marrëdhënie punës. Tarna nga kjo marrëdhënie punës duhet të shfrytëzohen për veten, po gjithashtu duke kontribuar edhe për familjen. Kështu që nëse ai vetëm ja fillon me punu, atëherë edhe obligimi financiar për prindërit, domethënë për fëmijët nga prindërit, domethënë mund edhe të hiqet, po gjithmonë hiqet në moshën 18 vjeçare apo në moshën 26 vjeç deri në moshën 26 vjeçare, nëse është duke u shkolluar. Po, një pyetje tjetër që ka nxjollë debat ose një çështje është se çysh do të më usill me hajdutin që na hen në shtëpi. A lejohet vrasja e tij? Për shembull, shpesh u krahasu me ligjin që është në Amerikë, që me sa duket e lejon domethënë vrasjen e hajdutit. Çysh trajtohet kjo çështje me ligjet domethënë në Kosovë? Nuk merret se në momentin që është hajdut duhet me vra, por të vrasja edhe të hin të mbrojtja e nevojshme, ose të nevoja ekstreme, në varet në cilat raste është, por në shumicën e rasteve është të mbrojtja e nevojshme. Mbrojtja e nevojshme është atëherë për me zbrat sulmin e atë çast shumë nga po vjen domethënë sulmi, e atëherë nëse tu sulmohet pasuria jote, tu sulmohet trupi, familja, atëherë ki drejt me u kundërvy apo me i kundërsulmu në këto raste, po deri në atë moment që domethënë të jetë i njëjtë ai sulmi, ai kthemi sulmit me sulmin, të jetë i baraspeshun, por në asnjë mënyrë nuk, domethënë mbrojtja e nevojshme nuk e lejon hakmarrjen. Nëse hajni veç i ka marrë sanë dhe tash ti e shet u ik koborrit edhe tash ti me gjuhë me armë, nuk lejohet për shkak se ai është duke ikur, nuk është duke u rrezikuar dikush. Andaj edhe momentin që rrezikohet personi apo antar të familjes tjetër, atëherë kemi të mbrojtje të nevojshme. Domethënë krejt kjo hin të mbrojtja e nevojshme. Po, jena ka fundi e emisionit, një pyetje për asaj që ka në praktik, cilat janë disa prej shkeljeve që i bujnë zakonisht qytetarët, edhe realisht nuk e din që ajo përbën shkelje, deri në rastin kur veç ballafaqohen me çat pjesë. Ka shumë raste në praktik, për shembull, për shembull në gjykatë është rregull të vishet, për shembull mos të vishet shkurt. Tash derisa të vjen gjykata edhe të vjen para gjykatës, thotë nuk e kam ditë për shembull që hihet në institucion që do të më ka për shembull pjesa e zhveshur në kimane apo në shorce të shkurta, nuk lejohen. Për shembull këtu domethënë befasohen qytetarët pse në raste të caktuara për shembull kodin e veshjes do të më respektu. Ka një mori çështjesh për shembull obligueshmërinë për shembull kur tash e paton temën të prind, çush janë të obliguar nëse në rast se ti për shembull prindi lën në atë gjendje të keqe duke mos u kujdesur, e rrezikohet shëndeti i tyre, ata mos me pas mundësi mu kujdes për veten, atëherë kryen edhe vepër penale. Në këto raste për shembull qytetarët nuk i din, zakonisht ka pjesëtarë që kanë shku në mergim edhe nuk janë kujdes për prindërit e tyre, e kushdo që ka një njohuri mund me bë kallëzim penal, ata do të përgjigjen penalisht secili për prindët e vet, nëse i ka lë çat gjendje të keqe që mu rreziku jeta e tyre, shëndeti i tyre, që as mos me mujt me marrë barnat, kështu që ata secili kanë përgjegjësi penale. Edhe nëse janë më shumë fëmijë, secili ka përgjegjësi penale për pjesën e vet. Në praktikë çka ke po, cili është një fenomen që është në rritje? Për shembull nëse morëm divorce, dhunën në familje etj. A ka një rast që u kanë shumë të vogla rastet për ka numri, ndërsa tash viteve të fundit janë çdo herë
në tentim në rritje e sipër kështu. Po si që përmend, do më thonë dhuna në familjen, nështë ta është në rritje të raportime, nështë ta ka ndodhë dhe shumë a herët, nuk e di, po këtë pjesë është në rritje në raportime, tash raportohet për gjithë qka. Tash nuk është gjithë qka dhunë familje, po është problem kur je brenda familjes edhe mu evidentu, mu faktu, mu provu që kjo. Tash është dhuna në familje është shumë rritje, shkurërzimet janë shumë atë maja, ndarjet për shembull edhe ato të çiftet që janë të martuara, ligjerisht, ato nuk ka ndarje ligjore, po ka ndarje faktike, e shumë a shumë janë çto ndarjet faktike se sa ndarjet ligjore. Do të thonë mesatarja është dikon të ndarjet ligjore janë 2000, po sa janë faktike janë shumë. Tash cilat janë faktorë të ndarjes, atëherë duhet profesionist me shpjegu këtë çështjen për shkak se janë një farë degradimi kështu ndoshta edhe celulave të shtetit që është familja. Vetëret na jena në fund të emisionit, unë falenderoj që gjete kohë dhe erdhe. Shpresoj që ja ke kalu mirë. Kënaqësi, gjithmonë në shërbim të informacioneve të ndara me publikun, është kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë.